Gjykata e Apelit në Lamja dënoi me 10 vjet e 8 muaj heqje lirie, 3 të pandehur mes tyre edhe Alket Rizajn, i njohur për aratisjen e tij spektakolare nga burgjet greke, madje edhe me helikopter së bashku me kriminalin Vasilis Paliokostas. Gjykata dënoi Rizajn edhe me 5 vjet duke mos patur të drejtë të marrë pjesë në jetën politike. Dënimi erdhi pas ngjarjes së 3 viteve më parë, kur Rizaj së bashku me 2 të tjerë mori peng 5 polic në burgun e Malandrinos. Në gjyqjen që u zhvillua këtë të enjte, Rizaj pohoi se s'kishte ndërmend të vriste apo plagoste ndonjë polic dhe se granatat aso kohe që ai mbante në duar ishin false. I pyetur nga prokurori përse ndodhej në burg në të kaluarën, ai tha se ishte burgosur gabimisht dhe vijoi. Kjo është arsyeja pse u arratisa me helikopter. Unë s'jam as shenjtor dhe as djallë. Por pavarësisht mbrojtjes së tij, gjykata vendosi t'i dënonte me 10.8 vite burg në total të 3 të pandehurit ose 3.6 vite burg për secilin. Të pandehurit shqiptar akuzohen se më 17 mars të vitit 2013 mbajtën peng 5 zyrtar të burgut në Greqi me qëllim që të arratiseshin nga qelia. Rizaj u soll në gjykatë në masa të larta sigurie, ndërsa pas vendimit po në masa të forta u përcoll në burgun e Domokos, ku ai povuan dënimin. Kjo mas dënimi duket se nuk do ndikojë tek Alket Rizaj, pasi ai ka dënime të tjera madje edhe me burg për jetë nën akuzën e vrasjeve dhe grabitjeve.